Struktura e posaçme antikorrupsion ka çuar për gjykim 37 persona antar të 2 grupeve kriminale. Siç bën me dije SPAK përmes njoftimit zyrtar, ata akuzohen për disa vepra penale, nga ndihma për kalim të palishëm të kufive, falsifikim dokumentesh e deri te grupi strukturuar kriminal. Nga hetimet rezulton se nga viti 2022 deri në 2024 ata kanë organizuar dhe ndihmuar kalimin e palishëm të kufive detar, ajror dhe toksor kryesisht të shtetasve shqiptar drejt Mbretërisë së Bashkuar, SBA-s dhe Kanada. Mësohet se baza e veprimit të tyre ishte në një ambient në Tiranë, ku prodhonin dokumente identifikimi si pasaporta të vendeve të BE-s. Policia ka gjetur një sër dokumentash false, si dhe 37 vula të ndryshme, kryesisht të institucioneve shtetërore dhe private. Shumat e parave 25.000 euro, 20.000 pound, sende me vlerë, kompjutra e printera që shërbejnë për shitje dhe transferta të monedhave virtuale. SPAK thot se të pandeurit e njohin njëri tjetrin dhe kanë qenë në dijeni për rolin e secilit. Në kuadër të këtij procedimi penal është krijuar skuadre përbashkët hetimore me autoritetet gjyqësore të Tarragonës, Spanjës, ka pasur bashkëpunim me Agjencinë Federale Amerikane, DSS-OCU, njësinë e hetimeve kriminale me prezencë në ambasadën e SBA-s në Tiranë dhe me agjenci të ndryshme të huaja ligjzbatuese.